Çmimet e larta po e varfërojnë çdo ditë shportën e familjeve shkodrane dhe atyre shqiptare. Mjafton një vëzhgim i thjeshtë për të kuptuar se si çdo qytetar paguan më shtrenjtë për produktet që blen, krahasuar me vendet e rajonit. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bardh Spahia zgjolli të bëjë një krahasim të tillë mes së njëjtave produkte të blera në një market në Shkodër dhe një marketi në Maltëzi, aty ku shumë shkodranë udhtojnë për të shpëtuar abuzimeve me çmimet e larta që vijnë nga taksat dhe politika diskriminuese të qeverisë Rama. Pas blerjeve, kostoja totale për produktet bazë doli 167.000 lekë. Një shumë që për shumicën e familjeve është bërë gjithnjë e më e vështirë për të përballuar. Po për të kuptuar më mirë se sa e pa drejt është kjo situatë, vendosëm të udhtojmë drejt Malit Zi, vetëm pak kilometra larg. Jemi tani në një prej supermarketeve standard në Malin e Zi tashma. Dhe do të bëjmë blerjen e të njëjtave produkte të shportës të cilat i blejmë në Shkodër. Të njëjtën listë do ta marrim edhe këtu dhe do të bëjmë në fund krahasime. Për të njëjtat produkte këtu në Mal të Zi kemi shpenzuar rreth 112 euro, pra një diferencë prej 55 eurosh në krahasim me kostën e të njëjtave produkte të shportës ushqimore për të cilat shpenzuam në supermarketin në Shkodër. Kjo është thjesht kostoja e një familje mesatare prej 4 personash për një periudhë jo më shumë se 2 javore, pa futur këtu pastaj edhe shpenzime të tjera siç është çmimi i naftës për shembull, për të cilin përsëri do ta faktojmë gjatë rrugës tonë në kthim për në Shqipëri. Jo vetëm tek ushqimet ku kursimi shkon mbi 50 euro, por edhe tek karburanti diferenca e çmimit varion nga 30 në 40 lekë për litër. Ky krahasim tregon shumë, tregon për situatën ekonomike katastrofale ku ndodhet qytetari shqiptar, por është edhe gjithashtu një thirrje fuqishme për ndryshim. Qytetarët meritojnë më shumë, meritojnë një jetë më të mirë, dhe jo vetëm disa kilometra, pak kilometra larg shtëpisë së tyre, po atje në vendin tonë, në Shkodrën tonë, në Shqipërinë tonë. Le të bëhemi bashkë dhe me 11 maj ta ndryshojmë me votë të realitet të zymë. Ky realitet i hidhur është një thirrje e fortë për ndryshim që vetëm Partia Demokratike dhe programi i saj mund ta sjellë, tha në mbyllje Spahia, duke ftuar që në 11 maj shkodranët dhe shqiptarët të votojnë masivisht numrin 1.